dhuratë për ditëlindje. Me që kisha ditëlindjen para ca ditësh, edhe mua më pëlqejnë shumë udhëtimet, por nuk shkojmë do të gjikundi e larg, nga që kemi shkollë, kemi punë. Tham të shkojmë këtu afër një xhiro, edhe do shkojmë në York, që është një qytet aty afër ku jetojmë neve, ndonjë gjysmë ore me tren, edhe vishemi së bashku. Le të shpresojmë se koha do na mbaj kështu siç është diell tani, se e dini kohën e Anglisë, ndaj duhet të vesh vetëm një këmishë edhe një palxhinkse që të jem rehat. Edhe kështu duket veshja, e thjesht siç u thash, se do jemi gjithë ditën rrugëve, edhe nuk dua që të lodhem. Kuptohet që atletë do vesh në këmbë. Do vendos edhe këtë ripin. Ja edhe me rip se si duket veshja. Se diell kemi tani, po jetojmë në Angli. Do marr edhe këtë pallton me vete. Se mund të filloj ftohtë. Ja dhe palltua. Parfum do hedh këtë nga Versace, që është i preferuar im këto kohë të fundit. E do hedhim 1 kile. Atletët do vesh këto, i vesha dhe atletët, sa tua tregoj. Tani çandë, unë do marr këtë. Do më thoni do vesh me fëmijë të vogël, po do vete me fëmijë të vogël. Po unë do vete për fotografitë. Që kështu do marri djalë çandën e tij, do na bëj babai rrugës, kuptohet. Edhe mamaja do ve me çantë të vogël. E jemi gati të ikim në York. Si duket veshja? A ju pëlqen? Mua më pëlqen. Ika. Ciao ciao.